Kosovës. Pra me arrit një marrëveshje paraprake. Këta dy aktualet i ka pas bllokuar Çemati. Ta përfundoj më. Unë mendoj që kurti aktualisht i ka 51 deputet, që mbesin edhe 69 në krejt pjesën tjetër opozit plus lista serbe. Pra, i ka 51 deputet dhe unë mendoj që për herë të parë kena me pa një çarje të listës serbe. Çarje? Po, për herë të parë lista serbe ka me hub deputet në Kuvendin e Kosovës. Për herë të parë Nenad Rashiqi nuk ka me pas vetëm një deputet, po kam i pas 3 deri në 4. Nenad Rashiqi do të tërheq deputet nga lista serbe? Po, unë mendoj që për herë të parë kam me pas. Qef i mirë kjo. Qef. Po, unë mendoj që për herë të parë lista serbe kam me ose mund të ndonë në qëse ka ndryshime në Beograd. Edhe këto nuk po e tham vetëm kështu si spekulim, kam burime të mia. Që lista serbe do të përçohet dhe 2 deputet, eventualisht 3 deputet të listës serbe do të përfundojnë te Nenad Rashiqi. Dhe kjo është shumë mirë për demokracinë kosovare. Absolutisht, sepse për herë të parë kuptojmë që tentakulet e listës serbe nuk arrin me mbajtë deputetet e saj pasi zgjedhen në Kuvendin e Kosovës. Kjo është shumë e mirë. Unë mendoj që Nenad Rashiqi do dalin nga lista serbe apo vetëm do ta votojnë qeverinë? Do dalin nga lista serbe dhe do ta votojnë qeverinë Kurti dhe do të kalojnë te Nenad Rashiqi. 2 deputet, eventualisht 3. Tash që kjo është e para, edhe kështu i blokon mundësinë në gjitha aspektet me mri opozita një qeveri Opozita s'ka me po qeveri. Opozita se ka pas asnjë listën serbe. Tash unë mendoj që opozita se ka pas numrat 52 plus 10 dhe ka fjalë nëse fjalë Milind. Ky ke lajmi që edhe nëse flasë pastaj për moral politik. Sepse me mund listën serbe këtë çesk Nena e lë vesh kryetarën Nena edhe shtatë ministri Albin Kurti se ti po në rregull. Mendoj që ka thënë që me deputet listës serbe nuk bëj marrëveshje. Kanë drejt opozita që të akuzojnë. Mandatin e kanë marrë me listën serbe. Po bashkullon në Ata mund me ndruajnë sot me kamuflum shtetin për qeverinë Kurti, po prapë mbeten deputet listës serbe. Nëse arrihet më u përço lista serbe, është për të mirën e demokracisë brenda vetë komunitetit serb, edhe pastaj për demokracinë kosovare. Sepse duke qenë një parti me tentakule mafioze, arrin me i marrë kaq 9 deputet. Tash unë mendoj që ka një marrëveshje fillestare mes nismës edhe vetëvendosjes. Çto jam tu spekulu, nuk kam burime, po unë mendoj që ka një marrëveshje fillestare mes Limajt edhe Kurti. Kjo mendoj që është pjesa fillestare, ma shpjego. Po, Limaj mendoj që ka arrit me 3 deri në 4 ministri. Mendoj që i ka kërku. Me 3 deputet. Po, me 3 deputet. Nuk është ndonjë kërkesë e madhe, për shkak se janë dikon 15 ministri, jo dhe kodalë. Po të shumë e madhe. Jo, së shumë e madhe. Jo, Beluli, diçka të diskutojmë. Edhe mendoj që diçka diskutojmë. Do të kandidoj për kryetar të Kuvendit. Vetëm ideja e nuk bëj qeveri me pazare politike. Që është thonë dikur dhe nuk diskutojnë. Tash më Së është pazare, është kompromis.